Me 13 qershor 2012, qendra ditore Sirena hapi dyert për shumë fëmijë të veçantë, as pak ndryshe, por me nevoja pak më të shtuara. Në fillimet e saj qendra mirëpriti vetëm 9 fëmijë, por që nga ajo ditë nisi një rrugtim i mbushur me përkushtim, dashuri dhe zhvillim të vazhdueshëm. Me kalimin e kohës qendra u rrit, jo vetëm në numër, por edhe në cilësi. Stafi profesional u zgjerua, ndërsa besimi i prindërve dhe i komunitetit u forcua dita ditës. Sot, pas 13 vitesh, përvojë dhe angazhim të pandërprer, qendra kujdeset për 25 fëmijë të mbështetur nga një ekip prej 13 anëtarësh që kryen një punë të jashtëzakonshme. Lidhja ngushtë që krijohet mes fëmijëve dhe përkujdesëve të tyre është dëshmi e përkushtimit dhe dashurisë që karakterizon këtë institucion. Drejtoresha e qendrës në fjalën e saj ndau reflektime mbi 13 vitet e punës dhe suksesit, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit, dashurisë dhe durimit në këtë rrugë kaq të vlefshme. Atëherë kur thuan 13 vite, ndoshta në paraqitje duken pak, por për qendrën tonë ishin shumë, pasi që përjetuam shumë çka. Kur e përmendi fjalën shumë çka, mund të thekë që kemi gjatë këtyre viteve kemi përjetuar lumturi, sfida të ndryshme, ballafaqime, gjëra të reja ndoshta të panjohura për ne, por nga të gjitha këta apo nga e secila kjo në fund ja kemi arritur dhe për këtë ja vlen ti rikujtojmë. Për këtë arsye, sot qendra ditore Sirena shënon në një mënyrë simbolike me një program të shkurtër, pikërisht të përgatitur nga fëmijët e qendrës tonë dhe të ftuarit që janë prindrit e tyre. Në veçanti, sot e shënuam këtë ditë për ta rikujtuar dhe si e ceka më herët ja vlen ti rikujtojmë fillimet tona, sepse nuk ishin as pak të lehta, mund të them, mund ta përkufizoj, ishin sikur një letër e bardhë, ku në të shkruajtem vit pas vitit të gjithë ne së bashku me këto fëmijë. Dhe për këtë ja vlen, nuk ka kënaqësi më të madhe, e kam thënë shumë herë dhe do e them përsëri se sa të gëzosh këta fëmijë, të luftosh për ta dhe të jesh për këta çdo herë e gatshme. Shkojmë pak në garda sentimentale. Sa janë këto fëmijë, sa kuptojnë ditën e sotme dhe rëndësinë e saj? Nga ana profesionale, ne si profesionist mund të them që e kuptojnë shumë mirë, e kuptojnë bilet dhe më herët para se organizohet ose para se shfaqet organizimi. Ndjesitë e tyre tregojnë shumë, por mos ta them e keqja është ajo pak vështirësi në kuptimin e të tjerëve apo opinionit, se është vështirë me të vërtetë ta kuptosh për shembull një fëmijë i cili ndoshta nuk është verbal, po do thotë gjithçka verbalizimi, do thotë më së tepërti thotë i kuptuari. Fëmijët tonë, ato të cilët nuk arrijnë ta shprehin me fjalë, e kuptojnë me gjeste dhe shprehin në mënyrën më të ëmbël të tyre, buzëqeshje apo lumturinë që tregojnë para secilit aktivitet. Për të shënuar këtë përvjetor të rëndësishëm, qendra ditore Sirena organizoi një aktivitet simbolik ku u shfaq një dokumentar i shkurtër dhe u prezantuan disa performanca të veçanta nga vetë fëmijët. Shtëpi e pranimit, ndërgjegjësimit dhe përkrahjes. Dyert të hapura që shfaqin humanizmin, në zemrën e së cilës qëndron thellë e gjithë shoqëria. Larmishmëri e shoqërisë së jashtë me bardhë dhe zi, por që këtu brenda merr nuancat e ngjyrave, duke eliminuar paragjykimin, nënvlerësimin, arrogancën dhe gjithçka tjetër që na bën më pak se ajo që jemi në të vërtetë. Sepse jemi shumë, më e pakta jemi gjithçka. Gjithçka në vlera, në merita, prani edhe aftësi. Jemi të gjithë unik, të ardhur nga botë të ndryshme, por që këtë të gjithë ne e quajmë familje e madhe. Qendra ditore për fëmijë dhe të rinj me pengesa dhe vështirësi në zhvillim Sirena, apo qendra e jon, ashtu si ne e quajmë, është themeluar me 14 qershor të vitit 2012. Misioni i këtij institucioni ishte dhe është socializimi, trajtimi dhe gjithë përfshirja e fëmijëve dhe të rinjve me pengesa dhe vështirësi në zhvillim.
Fillimisht, posedonte një ambient të vogël, i cili nuk i kishte të gjitha hapësirat dhe kushtet e nevojshme për punë. Numri i fëmijëve të cilët në atë kohë e frekuentuan dhe morën shërbimin e nevojshëm në qendrën tonë, gjithsejt ishte 9 fëmijë. Duke pasur parasysh se familja jonë po rritej dhe mjediset aktuale të qendrës nuk i plotësonin kushtet për një punë cilësore dhe efektive, e pam të nevojshme që të punojmë me vullnet dhe dëshirë në këtë drejtim. Dhe të gjejmë një zgjidhje në mënyrë që fëmijëve tanë të plotësohen të gjitha kushtet e nevojshme për qëndrim, punë edhe argëtim. Me 27 shkurt të vitit 2013, u arrit qëllimi që ja vendosën vetes. U rikonstruktuan ambientet e qendrës fal një donacioni, i cili përveç që ishte në vlerë monetare, për ne si fillestar ishte më tepër se aq. Ishte një gjë që na bënte të besonim se në këtë mision që e kemi nisur, nuk jemi vetëm. Kemi përkrahje, kemi besim nga njerëzit me zemër të madhe dhe mbi të gjitha kemi vlerësim për punën që po e bëjmë. Fal investimit është kryer rindërtimi i mjediseve të objektit dhe mobilimi i nevojshëm në mënyrë që të bëhet sa më i përshtatshëm dhe që puna e stafit profesional të jetë sa më efektive. Prandaj, me krenari, në këto momente, patë mundësin që të themi me gojën plot, se edhe në qytetin e Ulqinit, ja kemi dalë mbanë. Do të jemi pranë fëmijëve me nevoja të veçanta, do t'i trajtojmë, do t'i gëzojmë, sepse ata kanë nevojë për përkrahje, për dashuri dhe për çdo gjë tjetër. Këta fëmijë, vetëm pse janë ndryshe, nuk do të thotë se janë më pak se ne. Përkundrazi, janë ata që na kanë pranuar ne që ditën e tyre të parë dhe presin të njëjtën gjë në këmbim. Nisur nga kjo, edhe duke qenë falënderues ndaj institucioneve shkollore dhe parashkollore, shumë shpesh kemi organizuar edhe vazhdojmë të organizojmë punëtori dhe aktivitete të ndryshme së bashku me këto të fundit në ambientet e qendrës sonë. Qëllimi i kësaj nisme ishte dhe është ndërgjegjësimi dhe emocionet e veçanta që fitojnë fëmijët nga aktivitetet e tilla. Çdo sukses i arritur na jepte forcë, na jepte kënaqësi për të vazhduar më tej drejt më të mirës për fëmijët tanë. Një pjesë e rëndësishme e punës tonë janë edhe shëtitjet që bëjmë në vende të ndryshme. Eksplorojmë gjëra të reja, ambientohemi në hapësira të reja jashtë rutinës së përditshmërisë. Kalojmë kohë cilësore, krijojmë kujtime e jetojmë çdo ditë me emocion. Sot, 13 vite ekzistencë e këtij institucioni, 13 vite ekzistencë e kësaj familje. Numri i fëmijëve që aktualisht frekuentojnë qendrën tonë është 25 fëmijë. Kaluam vit pas viti. Ecëm në këtë rrugë të gjatë, herë me hapa të shpejtë e herë të ngadalt. Por, kur nuk u ndalëm, edhe kur ndoshta hasnim në vështirësi, e gjenim forcën. Forca jonë ishte dhe gjithmonë do të jetë buzëqeshja në fytyrat e atyre për të cilët jemi këtu. Fëmijëve tanë, atyre që falin dashuri pa kushte. Nuk do reshtim kusht të tani që detyra jonë është modeste në krahasim me atë që marrim çdo ditë prej tyre. Kuptojmë që
Leksioni është thjesht përmbledhje e malësive tona. Sepse vetëm së bashku jemi më të fortë dhe këtë kemi diskutuar pikërisht këtu në këtë ambient me këto fëmijë në Angel. Ta jetosh jetën do të thotë kalosh në ditë sfida dhe në fund të ditës të qëndrosh po aq i fortë. Dhe mbi të gjitha kemi kuptuar që herojt nuk janë vetëm ato që çojnë zërin dhe bien në sy, por janë ato që luftojnë luftrat e heshtura dhe frymësojnë me qëndrimin e tyre. Gjyshja e vëdla, ato janë një shtatu, në e lukturi, në jenë që që e punoj, në rikjene e të shkoj, dhe të të kokën për, i familje e ato janë.
Drejtoresha e qendrës ditore Sirena shprehu mirënjohjen e saj të thellë për prindrit, duke i falendëruar për besimin dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm. Ajo theksoi se pa mbështetjen e tyre të palëkundur, rruga dhe funksionimi i kësaj qendre nuk do të kishte qenë i mundur. Në veçanti unë prindit i apo i kushtoj rëndësi të madhe, sepse është ai i cili lufton çdo ditë të jetës së tij, por mund të them që gjatë viteve të punës apo eksperiencës ne kemi kuptuar që herojt nuk janë vetëm ato që lëshojnë zërin e tyre apo me paraqitjen e tyre. Herojt të vërtet janë edhe ato që luftojnë gjithmonë luftrat e heshtura dhe qëndrojnë me prezencën e tyre gjithmonë të fortë. Dhe këto janë prindë të fëmijëve tonë. Një përulje e madhe për të gjithë prindrit e fëmijëve të qendrës tonë. Ju uroj shëndet gjithë të mirat, po ashtu edhe për fëmijëve ju uroj një arritje të mëdhaja dhe shëndet të plotë. Kjo ditë festive la gjurmë të bukura, jo vetëm në kujtesën e prindërve që ishin të pranishëm, por edhe në fytyrat e këtyre fëmijëve, reflektoi gëzim